Në Shqipëri neve kemi një kurs këmbimi i cili është në këtë rast i vendosur, i lirë, që nuk kupton ai të përcaktohet sipas kërkesës së ofertës së tregut. Pra nuk kemi një kurs fiks në raport mes lekut dhe monedhave të huaj, gjë e cila në këtë rast do ta bënte të pandikueshme efekte që mund të sillnin kërkesa ose oferta në treg. Duke qenë se ky kurs është i luhatshëm, automatikisht në këtë rast kursi i përgjigjet ofertës, sa para kemi euro në treg, në rastin konkret me që se po analizojmë kursin e këmbimit mes euros e lekut, dhe dyta kërkesës, se sa kërkesë kemi në treg për të tërhequr këto para. Duke qenë se neve kemi një kurs negativ pra disfavor të euros dhe kemi një forcim të vazhdueshëm të lekut, automatikisht arsye e parë të thotë që neve kemi një ofertë më të madhe, ose e thënë në mënyrë shumë më të thjeshtë, kemi një sasi shumë më të madhe parash euro në treg, se sa vetë tregu e kërkon, dhe e dyta se sa vetë tregu e tërheq. Kjo ka bërë në këtë rast si kursi i këmbimit të ketë një rënje të vazhdueshme.